Horoskopi i javës 21 deri në 27 prill 2025. Parashikimi për të gjithë shenjat, puna, shëndeti, dashuria dhe dita më me fat e javës. Le të fillojmë me shenjën e parë. Dashi. Puna. Kjo javë të fton të rishikosh rrugën që ke ndjekur deri tani. Edhe pse mund të përballesh me pengesa të papritura, këto vështirësi do të shërbejnë si drithie që të ndihmojnë të kuptosh çfarë funksionon dhe çfarë jo. E mërkura sjell një tension mes dëshirës për të ecur përpara dhe ndjesisë se diçka po tërheq pas. Në vend që të rezistosh, përpiqu të kuptosh mesazhin që universi po përpiqet të të japë. E premtja hap një mundësi të artë për të rindërtuar planin tënd me shumë qëndrueshmëri dhe vizion. Shëndeti. Stresi mendor mund të ndihmojë ose dëmtojë, varet si e kanalizon. Jepi vetes hapësirë për të reflektuar dhe për të pushuar. Një shëtitje në natyrë apo bisedë me dikë të afërt mund të ndihmojë më shumë se ç'e mendon. Dashuria. Kjo javë sjell ndjenja të ngrohta dhe një lajm emocional që mund të befasojë këndshëm. Një person i rëndësishëm për ty mund të shprehë ndjenja të thella ose të japë mbështetjen që të ka munguar. Zemra jote ka nevojë për sinqeritet. Jepi hapësirë ndjenjave dhe mos i fsheh ato që ndjen. Data kyçe e diell 27 prill, një ditë për të ndriçuar dhe për të bërë një fillim të ri emocional. Demi. Puna. Energjia e javës sjell mundësi për rritje por dhe përplasje me figura autoritare ose kolegë. Do të duhet të jesh strateg dhe të shmangësh përfshirjen në konflikte të panevojshme, sidomos në mërkurën. Nga ana tjetër do të kesh energji për të përfunduar projekte që më parë të janë dukur të pamundura. Shëndeti. Mos e shpërfill lodhen që ndjen. Fundjava është perfekte për të bërë një pauzë të thellë dhe për të dëgjuar trupin tënd. Ndoshta një masazh, një gjumë i gjatë apo një ditë larg telefonit do të bëjë mirë. Dashuria. Jeta jote shoqërore me ngjyra të reja. Një person me energji ndryshe mund të hyjë në zemër, si një erë e freskët që të ndryshon humorin. Edhe nëse nuk është diçka e përhershme, do të japë buzëqeshje dhe vetbesim. Datë kyçe e njëjtë 24 prill, një ditë për të reflektuar për prioritetet dhe për të vendosur kufit emocional. Binjakët. Puna. Kjo javë është për pastrimin e mendjes dhe riformësimin e planeve. Do të ndihesh i frymëzuar nga ide të reja dhe do të kesh mundësi për t'u lidhur me njerëz të cilët do të nxisin zhvillimin tënd profesional. Megjithatë, mos u fikso te një plan i vetëm. Realiteti mund të detyrojë të kalosh në një alternativë tjetër. Shih gjithçka si sfidë pozitive. Shëndeti. Ruaj përqendrimin dhe mos u shpërqendro nga argëtimet që nuk të shërbejnë. Gjej kohë për meditim apo shkrim reflektiv. Këto do të ndihmojnë mendjen të qartësohet dhe të gjejë paqen. Dashuria. Qartësia e papritur vjen në ndjenjat e tua. Mund të kuptosh çfarë do vërtet nga një lidhje, ose të përforcosh atë që ke, ose ta lejosh më në fundit të shkojë. Një bisedë e thellë mund të ndryshojë gjithçka. Datat kyçe 21 prill e hënë. Është ditë vendimesh të guximshme dhe hapje ndaj ndjenjave të vërteta. Gaforja. Puna. Një periudhë sfiduese por të ndihmon të zhvillosh forcën tënde të brendshme. Ndoshta nuk do të marrësh menjëherë rezultatet që do, por puna si menaxhon pengesat do të përcaktojë suksesin e ardhshëm. Të premten mund të ndjesh frustrim, por mos u dorëzo. Po ndodhin ndryshime të thella brenda teje. Shëndeti. Ngarkesë emocionale është e pranishme, por ti ke armën më të fuqishme, intuitën. Mos e injoro atë. Fli mjaftueshëm dhe bëj një përpjekje për të ushqyer veten mirë, si në trup, ashtu dhe në shpirt. Dashuria. Një mik mund të shfaqë ndjenja që nuk i ke vënë re më parë. Ky zbulim do të përballë një zgjidhje. A do të ndjekësh ndjesinë apo do të tërhiqesh? Zemra jote di përgjigjen. Datë kyçe e diel 27 prill, moment për të dëgjuar intuitën dhe për të marrë një vendim emocional të rëndësishëm. Luani. Puna. Do ndihesh i tërhequr nga shumë angazhime dhe mund të përfshihesh më shumë se ç'përballon. Është koha për të thënë jo aty ku po ndjen se po humbet veten. Të premten një moment i tensionuar mund të detyrojë të rishikosh marrëdhëniet profesionale.
Shëndeti. Mund të ndihesh emocionalisht dhe fizikisht i lodhur. Gjej një natë për të qëndruar vetëm, për të lexuar diçka që të pëlqen ose për të bërë një banjo relaksuese. Ky pushim i vogël do të rigjenerojë. Dashuria, një vendim i rëndësishëm romantik mund të vijë si rrufe në qiell të hapur. Disa biseda do kërkojnë kujdes të veçantë, përdor diplomacinë që të karakterizon. Një marrëdhënie e rëndësishme po hyn në një fazë transformimi. Datat kyçe e mërkur 23 prill e diel 27 prill, 2 ditë me tensione të brendshme dhe ndriçim emocional. Virgjëresha, një ndjenjë urgjence për të kontrolluar çdo detaj që mund të lodhë emocionalisht. Sfida është të lesh pa kontrollin dhe të lejosh proceset të ndodhin natyrshëm. Mund të lindin ide të reja, por vetëm nëse lirohesh nga ngurtësia. Shëndeti, energjia e lartë, por e papërpunuar. Kalo kohë në aktivitet fizik që të ndihmon të shkarkosh ngarkesën si vrap, yoga apo kërcim. Do të ndihesh shumë i lehtësuar pas një seance të mirë djersitje. Dashuria. Dikush i ri mund të të tërheqë papritur dhe të ndez flak në një cep të zemrës që e ke harruar. Mos e analizo çdo detaj, thjesht lejoje ndjesinë të udhëheqë. Mund të zbulohet një ndjesi që të ndryshon perspektivën. Datë kyçe 27 prill e diel, një ditë për ide të ndritura dhe lidhje të sinqerta. Peshorja. Puna, kreativiteti yt është në kulm, por pa disiplinë nuk do të arrish qëllimet që dëshiron. Do ndihesh më mirë duke punuar vetëm, sidomos të mërkurën kur energjitë rreth teje mund të jenë të paqëndrueshme. Të premte mund të përballesh me një sfidë që teston përkushtimin tënd. Shëndeti. Balanca është fjalë kyçe për ty. Këtë javë do duhet të punosh për të ruajtur. Merr kohë për të bërë gjëra që të japin kënaqësi të vogla. Një kafe e ngrohtë, një shëtitje vetëm, një playlist që të frymëzon. Dashuria, një lidhje e thellë mund të përforcohet përmes një udhëtimi, një bisede të qetë apo një aktiviteti të përbashkët që rikthen harmoninë. Edhe nëse ndihesh emocionalisht i tërhequr, zemra jote kërkon afeksion, mos e lër pa ushqyer. Datat kyçe e hënë 21 prill, një ditë për reflektim të thellë dhe vendosmëri në punë dhe dashuri. Akrepi. Puna. Një javë me vendime të forta dhe realizime të mëdha. Projekte që ka ngecur marrin hovë dhe ti ke gjithë energjitë për të triumfuar. Shëndeti, energjia fizike është e lartë, por mos e tepro me përpjekjet dhe ruaj balancën mes aktivitetit dhe pushimit. Dashuria, rrezaton magnetizëm. Një surprizë e këndshme në marrëdhënie sjell emocion të thellë dhe lidhje më të fortë me partnerin. Data kyçe e hënë 21 prill do të kesh momente romantike dhe lidhje të veçanta. 23 prill kujdes me familjarët, mund të kesh tension të lehtë dhe 25 prill përballje që forcon karakterin dhe sjell kthesa pozitive. Shigjetari, 22 nëntor 21 dhjetor, puna, eksploroni ide që sjellin sukses. Jepu hapësirë projekteve që duken të pazakonta dhe do të habitesh nga rezultatet. Shëndeti. Në këtë javë do të bësh kujdes me shëndetin mendor dhe emocional. Duhet të balancosh kohën për vete sepse është thelbësore. Dashuria. Guxo të flasësh ndryshe dhe të shprehësh emocionet në mënyrë të re. Lidhjet e reja kanë potencial. E hëna 21 prill keni mundësi të papritura në dashuri dhe në punë. Britsjapi. Puna. Mos merr vendime të nxituara financiare. Fokusoje energjinë në objektive afatgjatë dhe ruaj qartësinë mendore. Shëndeti, bëj kujdes me stresin i cili vjen nga ngarkesa mendore. Medito ose bëj pushime të shkurtra. Dashuria. Beqarët këtë javë mund të kenë një takim të papritur, ndërsa çiftet përjetojnë një afrim emocional. 23 prill e mërkur, reflektimi i thellë për ndryshime të rëndësishme. Të premte 25 prill, çështje financiare në fokus, merr kohë për t'i analizuar. Ujori. Punë. Një vendim i rëndësishëm të shtyn drejt një kapitulli të ri, je gati për të ndjekur një rrugë më autentike. Shëndeti.
Mbështetu në instinktin tënd dhe dëgjo trupin. Është koha për të marrë më seriozisht nevojat personale. Dashuria. Në këtë javë, marrëdhëniet familjare dhe romantike hyjnë në një fazë ndryshimi. Tregohu i hapur ndaj emocioneve. Duke filluar nga 21 prill, do të kesh afërsi me njerëzit të dashur. 23 prill, një vendim që ndikon jetën tuaj personale për një kohë të gjatë. Peshqit. Puna. Komunikimi është çelësi i suksesit. Jepi formë ideve që ke mbajtur për brenda. Tani është koha për t'i ndarë. Shëndeti. Rregullo rutinën javore për më shumë qetësi mendore. Kujdes me mingarkesën emocionale. Dashuria. Lidhjet rriten përmes bisedave të ndjeshme dhe autentike. Mos nguro të thuash atë që ndjen. Në 21 prill, energjitë e dashurisë janë të larta. 25 prill, qartësi në ndjenja dhe vendime emocionale. Ky ishte horoskopi për javën 21 deri në 27 prill 2025. Ju urojmë të gjithëve një shëndet sa më të mirë, punë sa më të mbar dhe suksese në dashuri. Paçi fat.